fati i zi i poetit Havzi Nela. Pasi presidiumi i Kuvendit Popullor refuzoi t'i falë jetën, nisi praktika e ekzekutimit. Këtë kohë, praktika nuk përgatitej nga hetuesia. Ajo nuk ishte pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, por nga Drejtoria e Zbatim Vendimeve Penale, sipas rregullores nr. 0146, datë 30/3/1984. Ministri i Punëve të Brendshme, Hekurani Saj, nxori urdhrin nr. 1258, datë 9/8/1988 për ekzekutimin e vendimit me varje në litar të Havzi Nelës, i cili duhet të kryej të mërkurën e 10 gushtit, ora 3:30 Për zbatimin e urdhrit u ngarkua dega e punëve të brendshme Kukës. Havzi Nela u ekzekutua në litar mëngjesin e datës 10/8198 në sheshin e Agjencisë së Udhëtarëve në Kukës. Në proces verbalin e ekzekutimit thuhet, i mbajtur sot më datën 10 gusht mbi ekzekutimin e vendimit të dënimit me vdekje, varje në litar të dënuarit Havzi Nela. Pasi ju komunikua vendimi nga prokurori i rrethit se do të ekzekutohet vendimi, ju kërkua të thoshte fjalën e fundit. I dënuari në fjalët e tij të fundit tha, i keq kam qenë dhe ashtu po shkoj. Të këqijat e mia i mora me vete. Kërkoj që të afërmit e mi të trajtohen mirë, mos të merren në përkëmbë. Kam 910 lekë dhe kërkoj që këto t'i jepen të afërmve të mi, nënës. Pastaj u bë ekzekutimi. Disa minuta pas ekzekutimit u kontrollua nga mjeku i cili deklaroi se i dënuari ka vdekur. Ekzekutimi u bë në orën 3:30 të datës së mësipërme të sheshi i Agjencisë së Udhëtarëve në Kukës. Nënshkrimi u bë nga prokurori Nikolaj Helmi, shefi i policisë Maksim Fejka dhe mjeku. Për ta varrosur, xhelatët zgjodhen një metodë origjinale, por tërësisht mizore. Duke përfituar nga fakti që uji liçeni i Kukësit gjatë muajit gusht ishte më i pakët dhe tërhiqej në brendësi, xhelatët zgjodhen pikërisht hapësirën që në dimër do të ishte e përmbytur. Ata gjetën zbrazësinë e një shtylle dhe e futën aty Havziun e vdekur, duke përllogaritur që koka të rrinte në sipërfaqe. Duke bërë një varrim jo shumë të thellë, ata kishin llogaritur që gjatë dimrit ujërat e drinit jo vetëm do ta zbulonin, por do ta lëkundnin e më pas do ta shkulnin kafkën e Havziut nga vendi i varrimit për ta çuar në drejtim të rrjedhës së drinit të hidrocentralet e mund më tutje në det. Skema e këtij rasti, e ideuar nga dega e punëve të brendshme Kukës e drejtuar nga Federik Ymeri, ishte vërtet horror. Kur u gjetën e eshtrat e Havzi Nelës në vitin 1993, si pasojë e kallëzimit të një polici pjesëmarrës në të, u konstatua se skeletit i mungonte kafka. Përgatiti, kujtesë e heshtur.